Përshëndetje, mirë se erdha në kanalin ton Kriptovaluta Shqip. Sot do të vazhdojmë me teknikën ton Dollar Cost Average ose DCA në Bitcoin. Si që dini, unë investoj $60 në Bitcoin, por prej sot këtë investim do të bëjmë në një exchange të ri. BitGet, i cili është partneri jon i ri, ka vendosur që 50 vetat e para që do të regjistrojnë nga linku jem do të përfitojnë $200 në trade dhe 50 vetat e para të cilën do të regjistrojnë do të përfitojnë $10 në Bitcoin. Se ju regjistroni nga linku jem që do t'jetë ndër video dhe depozitoni minimum $100, ju do të fitoni $10. Pse mos me shfrytzu këtë rast, do të shkojmë në BitGet dhe do të vazhdojmë me teknikën tonë DCA, ku do të blejmë $60 në Bitcoin. Deri sot kena depozitu $506, dhe me thënë këtu janë të gjitha transferimet dhe blerët që kena bërë në Mexen më herët dhe kena transferu në BitGet, për arsye se është partneri jon i çanelit. Dhe këtë moment kene investu $506 dhe do të vazhdojmë po ashtu të bëjmë blerjen e Bitcoinit, por në BitGet. Do të shkojmë çdo herë në market order dhe këtu do të vendosim shumën ose blerjen që kena dëshirë me bo. Unë do të vendos $60 për arsye se do të bëj blerjen e Bitcoinit në $60. Do të shkojmë në buy Bitcoin, do të shkojmë confirm dhe mundën e me pa që orderi jon ka kaluar me sukses. Mos harroni, nëse ende s'keni account ose profil në BitGet, regjistroni dhe përfitoni nga oferta jon që kena me BitGet. 50 vetat e para që do të regjistrojnë do të përfitojnë nga kjo ofertë. Dhe me thonë, kjo ofertë vlen vetëm për 50 vetat e para. Faleminderit dhe miru pafshim deri video në radhë.